Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin wa sahbihi al-muntajabin wa ala jami' al-anbiya'illahi wal mursalin. Me emrin e Allahut, të gjithë mëshirshmit, mëshirplotit. Falënderimet më të sinqerta i takojnë Allahut të madhëruar, paqja e bekimet e Allahut qofshin mbi profetin Muhammed, mbi familjen e tij të pastër, mbi shokët e tij të zgjedhur dhe mbi të gjithë të dërguarit dhe profetët e Allahut të madhëruar. Të dashur vëllezër dhe motra, ju përshëndes me përshëndetjen e bukur islame. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Paqja, bekimet, mirësitë dhe mëshira e Allahut qofshin mbi ju. Në ajetin 31 të surës Rum, Allahu i madhëruar thot: Bismillahirrahmanirrahim. Munibina ilayhi wattaquhu wa aqimu salata wa la takunu min al-mushrikin. Drejtohuni atij, Allahut, me pendes. Friksojuni atij dhe falni namazin e mos u bëni si ata që i shoqërojnë atij diçka tjetër në adhurim. Ky ajet bën thirrje për pendim të sinqert, për devotshmëri dhe adhurim të pastër, vetëm për Allahun e madhëruar. Ajeti thekson se besimtari duhet t'i drejtohet dhe të kthehet te Zoti me pendim të sinqert, të jetë i devotshëm, të falë namazin dhe të mos i shoqërojë atij për Allahut askënd në adhurim. Mesazhi kryesor i këtij ajeti të begata është: kthehuni te Zoti me përkushtim të plot, adhuroni vetëm atë dhe ruhuni nga çdo formë e shoqërimit në adhurim. Të dashur vëllezër dhe motra, jetojmë në një botë ku çdo gjë shtyhet për nesër. Pendimi inshallah nesër. Namazi i rregullt, pra falja e namazit, inshallah e filloj nesër. Agjërimi, inshallah nesër. Ndryshimi, kur të plakëm, ka kohë. Sa herë kemi thënë, do pendohem, por jo sot. Do ndryshoj, por kur të qetësohem punët. Do të afrohem tek Allahu, por kur të plakëm. Mirëpo, kush na garanton se do të arrijmë pleqërinë? Ku janë të parët tanë? Është ligj i krijuesit fuqiplot që kjo jetë e ka fundin e saj dhe çdo njeri do të vdesë. Në ajetin 30 të surës Zumar, Allahu i drejtohet krijesës më të lartë, më fisnike, profetit Muhammed sallallahu alaihi wa alihi, dhe i thot: innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Sigurisht që ti, o Muhammed, do të vdesësh një ditë. E sigurisht që edhe ata, pra njerëzit, do të vdesin. Meqense të gjithë ne do të vdesim. Përse të mos jetojmë këtë jetë ashtu siç na urdhëron krijuesi ynë, duke qëndruar larg të këqijave, larg gjërave që dëmtojnë, që lëndojnë dhe që shkatërrojnë? Përse të mos rrim larg gjërave që janë shkak i vuajtjes dhe i dënimit ton, si në këtë jetë ashtu edhe në jetën tjetër? Të dashur vëllezër dhe motra, në ajetin 54 të surës Zumar, Allahu i dashur, falës, mëshirues, na thërret e na thot: Bismillahirrahmanirrahim. Wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu min qabli an ya'tiyakumul adhabu thumma la tunsarun. Kthehuni te Zoti juaj dhe nënshtrohuni atij para se t'ju vi dënimi e pastaj të mos ndihmoheni. Ky ajet i bekuar bën thirrje pra
për pendim të sinqert dhe për kthim tek Allahu, Zoti i plotfuqishëm, para se të jetë vonë. Ajeti thekson se njeriu duhet të kthehet tek Zoti me pendim dhe vetdije, ti nënshtrohet atij duke zbatuar urdhrat dhe duke shmangur ndalesat që Allahu ka ndaluar. Të mos e shty pendimin, sepse kur të vi dënimi nuk do të ketë më mundësi ndihme apo shpëtimi. Ajeti është një paralajmërim dhe një ftesë për reflektim, për mirësim dhe për afrim të Zotit i plotfuqishëm, para se të vi momenti ku pendimi nuk pranohet më. Në ajetin 99 të surës Mu'minun, Allahu përshkruan momentin më të dhëmshëm, që është ai i vdekjes, dhe thot: hatta idha jaa ahaduhumul mautu qala rabbi irji'un. Derisa kur t'i vi vdekja ndonjërit për jush, ai thot: o Zoti im, më kthe. Pra më kthe që të bëj vepra të mira, të të adhuroj, të të falenderoj. Nga ky ajet kuptojmë se pendimi i vonuar nuk ka dobi. Ajeti tregon se kur njeriu i vjen vdekja, ai kërkon të kthehet në jetë për të bërë vepra të mira, por atëherë është tepër vonë. Ajeti na mëson se duhet të pendohemi, të përmirësohemi dhe të kthehemi te Allahu sa jemi gjallë. Nuk duhet ta shtym pendimin dhe kthimin për më vonë. Mundësia për të vepruar e për të punuar është vetëm në këtë jetë. Mesazhi i këtij ajeti të begat është: vepro dhe pendohu para se të vi momenti kur nuk ka kthim. Nuk duhet që të kthehemi tek Allahu kur na godet ndonjë e keqe, apo fatkeqësi, apo vështirësi, siç thot ajeti 33 në surën Rum. Kur njerëzit i godet ndonjë e keqe, ata i luten Zotit të vet duke ju kthyer me pendes. Por gjithmonë të kthehemi tek Allahu, në çdo rrethan, në çdo situatë, në çdo gjendje, qoftë në lehtësi, qoftë në vështirësi. Të jemi gjithmonë të lidhur me Zotin, të jemi gjithmonë pranë Allahut, sepse Allahu është pranë gjithmonë. I dashur valla besimtar dhe motër besimtare, imagjinoj atë çast kur njeriu sheh realitetin në momentin e vdekjes, kur kupton se çdo gjë që e shpërqendroi në këtë jetë ishte e përkohshme, kur dëshiron të bëj vetëm një sejdë, kur dëshiron të thot vetëm një herë thënien astaghfirullah, të kërkoj falje o Allah, por koha ka mbaruar. Dhe këtë e dëshmon ajeti 100 në surën Mu'minun, në cilin Allahu i madhruar thot: kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yawmi yub'athun. Kurse si, pra nuk ka kthim pas. Me të vërtet, kjo është një fjalë të cilën ai e thot, fjalë pa vlerë në atë kohë, në momentin e vdekjes, ku thot: o Zot, më kthe. Pra pa vdekjes së tyre do të ketë një kohë ndarëse deri në ditën kur do të ringjallën. Pra nuk ka kthim pas. Dhe të bëjmë mirë sa jemi gjallë, para se të na vi momenti i largimit nga kjo botë. Le të pendohemi, le të kthehemi tek Krijuesi, se ne të ati jemi dhe tek ai do të kthehemi, nuk do të shkojmë tjetër kënd. Vetëm tek Zoti do shkojmë. Prandaj, të dashur vëllezër dhe motra, Zoti ynë i dashur, i butë, falës, mëshirues, pranues i pendimit. Pra të gjitha këto janë prej cilësive të Allahut. Në një hadith kudsi, që nuk është ajet Kurani,
Po thëni Allahu, thëni e shenjtë. Allahu thot, vërtet, mëshira ime paraprin zemërimin tim. Sa madhështore pra këtë thënie. Dera e kthimit tek Allahu është prej dyerve të mëshirës së tij për robët e vet. Për këtë Allahu e ka lënë derën e kthimit tek ai të hapur për çdo njeri, për çdo gjunaqar, sado qofshin të shumta gjunahet e tij. Sepse Allahu i fal të gjitha gjunahet me përjashtim të shirkut, pra të shoqërimit shok Allahu të madhur. Këtë nuk e fal Allah. Pa ama të tjera Allahu është falës. Në jetin 53 të surës Zumar, Allahu i madhuar thot: Qul ya ibadi alladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna Allaha yaghfiru dhunuba jami'an innahu huwal ghafurur rahim. O robët e mi që e keni tepruar ndaj vetes suaj, pra me gjunahe, me mëkate, me të këqija, mos e humbni shpresën nga mëshira e Allahut, sepse me të vërtet Allahu është falës dhe mëshirues. Çfarë ajeti i mrekullueshëm, sa shpresdhënës. Allahu i madhruar në këtë ajet nuk thot o të devotshëm, o ju që keni besuar, por thot o ju që keni tepruar. Pra o robët e mi që keni tepruar me gjunahe, me të këqija, kur mos e humbni shpresën në mëshirën dhe faljen time, thot Allahu. Nëse ke gabuar, nëse ke rënë në mëkat, nëse je larguar nga rruga e drejtë, ky ajet të bën thirrje që mos e humbësh shpresën nga mëshira e Allahut dhe të kthehesh te krijuesi yt, te krijuesi i dashur, i butë dhe falës, mëshirues. I dërguari i Allahut, profeti Muhammed sallallahu alaihi wa ali, ka thënë: Allahu e shtrin dorën e tij natën që të pendohet ai që ka gabuar ditën, dhe e shtrin dorën e tij ditën që të pendohet ai që ka gabuar natën. Sa mëshirë e madhe, sa butësi ka Zoti ynë për ne. Ne ikim prej tij, largohemi, ai na thret. Ne e harrojmë, ai na kujton dhe na pret që të na falë dhe të na mbuloj me mëshirën e tij. Të dashur vëllezër dhe motra, Imam Aliu paqja qoftë mbi të ka thënë: sot është dita e punës pa llogari, ndërsa nesër është dita e llogarisë pa punë. Sot mund të qash, sot mund të ndryshosh, sot mund të thuash: o Allah, unë kthehem tek ti. Por nesër ndoshta nuk do të jesh që të qash, të ndryshosh e të pendohesh. Mos prit ndonjë shenjë të madhe për të kthyer te Zoti yt, por vendos dhe vepro. Kthehu pra te krijuesi, Allahu i plotfuqishëm. Disa thonë, kur të më ndodh diçka e rëndë, do të ndryshoj. Po nëse ajo diçka e rëndë do të jetë vdekja, çfarë do të bësh? Profeti ynë i dashur sallallahu alaihi wa ali ka thënë: shfrytëzo 5 para 5 të tjerave. Jetën para vdekjes, shëndetin para sëmundjes, kohën e lirë para angazhimit, rinin para pleqërisë, pasurinë para varfrisë. Pra, porosia e parë ishte e profetit, pra shfrytëzo jetën para vdekjes. Shfrytëzo jetën duke bërë vepra të mira, duke besuar, duke adhuruar krijuesin, duke dashur të tjerët, duke respektuar,
duke përhapur paqe në mesin e njerëzve. Jeta nuk është e garantuar. Vetëm kjo frymarrje që bëjmë për momentin është e sigurt. Në një hadith nga Imam Aliu paqja qoftë të thuhet se çdo frymarrje që marrim është një hap drejt vdekjes. Të dashur vëllezër dhe motra, pendimi nuk është vetëm fjalë. Ai është lot që buron nga zemra, është vendim që nuk lëkundet, është largim nga mëkati, kthim i të drejtave të njerëzve dhe është porta e kthimit te krijuesi te Allahu fuqiplot. Imam Aliu alayhis salam ka thënë, pendimi i vërtet është pendimi me zemër, kërkim falje me gjuhë, pra të thuash o Zot, më fal, braktisje me gjymtyr e veprimit të këqijave dhe vendim për të mos u kthyer në ato të këqija, në mëkate dhe në gjunahe. Të dashur vëllezër dhe motra, mbyllini syt për një çast dhe mendoni, po sikur kjo të ishte nata juaj e fundit, po sikur ky Ramazan të jetë Ramazani i fundit për ju, po sikur kjo të ishte mundësia e fundit për të thënë, o Allah më fal. Prandaj le të nxitojmë të kthehemi te krijuesi, të pendohemi, t'i kërkojmë falje. Dijeni se Allahu gëzohet me pendimin e robit të tij dhe ai i do ata që pendohen, siç thot në ajetin 222 të surës Bakara, Inna Allaha yuhibbu at-tawwabin wa yuhibbu al-mutatahhirin. Padyshim, Allahu i do ata që pendohen fort për gjunahet dhe ata që pastrohen nga gjunahet. Zoti yt nuk do të turpëroj nëse kthehesh. Ai nuk do të refuzoj nëse i kërkon falje. Ai nuk do të ta mbyll derën e pranimit të pendimit, sepse ai është pranuesi i pendimit, siç thot në ajetin 3 të surës Nasr, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Atëherë madhroje me falënderim Zotin tënd dhe kërko falje nga ai, se vërtet ai është pranuesi i madh i pendimeve. As kush të mos hamendsoj se Zoti nuk e fal nëse dëshiron të kthehet. Zoti është falës, mëshirues, i dashur dhe ja pranon faljen atij që i kërkon falje dhe ja pranon pendimin atij që pendohet. Prandaj mos e shty pendimin, mos thuaj nesër, por thuaj o Allah, unë sot po kthehem tek ti, edhe nëse jam i dobët, edhe nëse kam bërë shumë gjunahe, unë po kthehem me bindje se ti je falës dhe mëshirues. Në këtë ditë të fundit të muaj Shaban, le të themi sa më shpesh, o Allah, nëse nuk na ke falur në ato që ka kaluar nga Shabani, atëherë na fal në ato që ka mbetur prej ti, për ato ditë që ka mbetur prej ti. Prandaj, le të nxitojmë për të kthyer te Zoti ynë, sepse nuk e dim kur do të vdesim. Zemra jon mund të ndaloj në çdo çast dhe rasti për kthim mund të mos vijë. Në ajetet 31 deri në ajetet 33 të surës Qaf, Allahu i madhruar flet për shpërblimin e atyre që kthehen tek ai, dhe ai shpërblim është xheneti. Allahu na bëf për banorëve të tij, të gjithë dëshirojnë. Dhe në këto ajete të bekuara, Allahu i madhruar thot, dhe jo larg prej aty xheneti do t'u afrohet besimtarëve të devotshëm, që do t'u thuhet, kjo është premtuar për ju, për këto që është penduar dhe është ruajtur nga gjunahet dhe e ka pasur frikë të gjithëmëshirshëm për Allahun në fshehtësi
dhe që ka ardhur me zemër të kthyer tek Allahu. Allahu, inshallah, na bëf për atyre që kthehen tek ai para se të jenë vonë. Allahu na fal, na mëshiroft të gjithëve. Allahu ju ruajt ju, familjet tuaja, kudo që t'jeni. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Paqja, bekimet, mirësi dhe mëshira Allahut qofshin mbi ju.